Parashikimi yjeve, mirë se erdhët në Reze Dielli, jam me astrologen Denisa Shyle. Mirë se erdhe, dashur, kënaqësi që je në Reze Dielli. Kënaqësi është ime, shumë faleminderit për ftesën. Për t'i dhënë pak zë muajt mars, duke qenë se fillon dhe viti i ri astrologjik, plus që kemi hënën e plot dhe është në shenjën e Virgjëreshës, ndaj që kemi shumë për të thënë për secilën shenjë, në fakt si ndikohet nga ky pozicionim. Atëherë muaj mars këtë vit është disi më pozitiv se viti kaluar. Këtë më duhet ta them mirë si fillim, por kemi dhe eklipsin. Kjo hënë e plot që sot është eklipsi hënës, në të vërtetë, dhe shumë më fuqishëm se sa hënët e plota të tjera. Mund ta përdorim për të gjithë ata që janë të interesuar, mund ta përdorim për të hequr nga jeta e tyre pengesat. Pra kemi dhe aftësinë që të perceptojmë më mirë sepse zmadhohen tani si me lup. Kjo është edhe një nga arsyet që edhe gjatë periudhës në vazhdim do të fillojmë që të heqim pak a shumë nga jeta jonë gjithë gjërat që na kanë penguar që ne të jemi të lumtur. Vërtet? Të lirë dhe të lumtur. Po, dhe pak më tepër që shenja e Virgjëreshës, domethënë edhe fokusimi tek detajet, si vedoj kemi dhe këtë aftësi, e fitojmë në këto momente. Për këtë arsye, ky eklipsi hënës mund të përdoret në këtë mënyrë. Ndërkohë që gjatë muajit mars kemi disa ndikime të rëndësishme. Një, kemi filluar retrogradën e Mërkurit, do të vazhdojë deri në datën 22. Dhe gjatë retrogradave të Mërkurit gjithmonë kemi probleme si me teknologjinë, po ashtu kemi probleme me mjetet e komunikimit, mund të kemi probleme edhe me makinat ose me elektroshtëpiakët. Për këtë arsye gjatë këtyre periudhave, këshilloj që në këto pikpamje jemi disi më të vëmendshëm dhe më të kujdesshëm. Për shembull një shembull që mund ta sillte më të konkretizuar vëmendjen ndaj elektroshtëpiakeve. Në qoftë se është diçka që e dim që është problematike gjatë asaj periudhe, ose ta ndryshojmë, ose të mos e përdorim dhe mundësisht nëse kemi një mundësi dhe ta ndryshojmë pasi të kemi marrë retrogradë e Mërkurit, sepse në përgjithësi zgjedhjet që bëjmë gjatë periudhe dalin problematike. Dalin problematike, e kuptova. Dhe në lidhje përsëri me retrogradën e Mërkurit gjatë periudhe nuk duhet të firmosim kontrata. Kjo është rregull. Deri në datën 22 asnjë kontratë, ndryshe nuk del gjë. Mund të bëjmë marrëveshje me fjalë, por për të hedhur firmën duhet ta hedhim pas datës 22. Bukur. Tani ti marrim me radhë shenja, duke qenë se janë 12 shenjat e zodiakut, si ndikojnë gjatë muajit mars. Fillojmë me dashin. Shenja e dashit deri në datën 22 është në një energji të ulët, duke qenë se dihen në të vërtetë u fut edhe Marsi drejtuesi tyre tek shenja e peshqve, domethënë energjia është shumë e luhatur dhe kanë pak a shumë një farë paniku, frike brenda vetes së tyre. Këtë mund ta anashkalojmë nëse fokusohen vetëm tek gjërat që po funksionojnë në këtë moment dhe përdorin energjinë e tyre me moderitet. Nëse ndjen shumë të nevojshme, mund të marrin ndihmë nga familjarët e tyre, sepse do të bëjmë vërtet një mbështetje shumë e madhe gjatë gjithë muajit mars. Ndërkohë që pas datës 20, duke qenë se dielli do të kalojë tek shenjat e tyre, energjia detyrimisht do të fillojë të rritet. Gjithsesi edhe në atë periudhë nuk do të këshilloj që të veprojmë në mënyrë impulsive, të vazhdojmë që ta marrim me qetësi jetën. Kalojmë te shenja e dytë, Demi. Shenja e Demit gjatë gjithë muajit pothuajse mars kemi një energji disi të disbalancuar, arsyeja e kësaj është se Venusi që është drejtuesi i tyre do të kalojë tek shenja e dashit, do t'i bëjë shumë më tepër energjik, ndërkohë që ata duan që të jenë stabil. Prandaj edhe vazhdimisht do të jenë disi në një luftë brenda vetes së tyre. Për këtë arsye, edhe për ata do t'i këshilloja vërtet që gjatë gjithë muajit mars të fokusohen tek gjërat e cilat funksionojnë. Pak më tepër kemi një aftësi të tillë që kemi mundësi për zgjedhje fiks në këto momente, të gjërave që dimë që funksionojnë dhe duam të rrisim gjatë gjithë muajit mars, dhe të gjërave të cilat nuk kemi shumë të sigurt, ato mund të sprovojmë gjatë gjithë muajit mars. Dhe të kuptojmë nëse i duam apo si duam jetën tonë, mund ta shikojmë në këtë aspekt. Kemi faktikisht një lulëzim të shoqërive dhe të çështjeve sentimentale, sepse jemi shumë më tepër aktiv. Gjithsesi të konsumojmë shumë, nuk këshillohet, diçka me moderitet. Gjithmonë është e mesme. Kalojmë tek shenja tjetër, binjakët. Shenja e binjakëve gjatë gjithë muajit mars, pothuajse, ka një ndikimin e retrogradës së Mërkurit, është deri në datën 22. Prandaj dhe për ta, vërtet që mund ta kemi pak më të vështirë, sepse ndikon shumë nga çdo gjë që ndodh në ambient. Kemi një disbalancim tek marrëdhëniet në punë, por në qoftë se thjesht nuk kemi persona të cilët reagojnë në mënyrë impulsive kundrejt teprorëve tanë, gjatë gjithë muajit mars kemi dhe aftësinë për të fituar të ardhur materiale shumë të mira, sepse kemi një sukses shumë të madh pikërisht këtu. Madje mund të kemi edhe rikthime në disa oportuniteteve, të disa propozimeve, të cilat në të vërtetë na zgjerojnë shumë edhe në lidhje me karrierën, po ashtu edhe në lidhje siç e thash me çështjes të ardhurat materiale. Ndërkohë që për sa i përket çështjeve sentimentale, shenja e binjakëve gjatë gjithë këtij muaji, edhe pse mund të kemi propozime të shumta, do të këshilloj që thjesht t'i vërtetojmë.
Mos i marrin në Po, konsiderat. sepse si që thash, Mos gjatë marrin retrogradës së Mërkurit, vendimet në përgjithësi dalin të gabuara. Dalin të gabuara. Kalojmë tek gaforet. Shenja e gafores, pavarësisht se kemi një eklips hënë dhe ulet energji, ose më themi disbalancohet, muajin mars e ka një muaj pozitiv, duke qenë se kemi disa këndë pozitive të Jupiterit, që është planeti i fatit të vendosur aktualisht tek shenja e tyre. Prandaj dhe kemi vërtet një rritje shumë më të madhe, sidomos në lidhje me karrierën tek shenja e gafores, ka një rritje kolosale, më duhet të them. Pak më tepër gjitha lidhjet problematike që kanë ekzistuar deri në këto momente, fillojnë të gjejnë një gjuhë të përbashkët, dhe si rridoj kemi edhe mundësi që të rritem të zerohemi, sepse dhe komunikimi ose marrëdhënie problematike që kemi pasur me rrethin tonë të ngushtë në këto moment, deri në këto momente, do të dimë se si tek kalojmë. Kalojmë ku jemi tek Luani. Tek Luani. Shenja e Luanit në të vërtet deri në datën 20 do të ketë energjin pak të ulët, prandaj janë pak më të ngadalësuar, disi më të tulatur, le të them, ose kanë nevojë që ta përdorin kohën e tyre me tepër moderitet në këtë rast, të përqendrohen pak më tepër. Kjo është diçka pozitive në të vërtet, sepse fal kësaj ka mundësi që të shikojnë të gjitha detajet. Pak më tepër që ky eklipsi hënës që është sot do të shtyjë më tepër të kuptojmë edhe vlerën e tyre, po dhe vlerën e personave që kanë rreth rrotull, dhe të mund të investojnë si kohën, po ashtu dhe të ardhur material në vendin e duhur, dhe fal kësaj ka mundësi që të krijojnë vërtet një stabilitet shumë të madh ekonomik. Edhe për ta karriera ka shumë prioritet, dhe kemi edhe prioritet tek çështjet sentimentale, sidomos në rregullimin e marrëdhënieve afatgjata, pra brenda martesave. Do të kemi një lulëzim përsëri, sidomos me kalimin të Venusit, që është në këtë të premte tek shenja e Dashit. Dhe me qënë se është dhe hëna e plot tek Virgjëresha, jemi tek mezi i zodiakëve. Po, jemi tek Virgjëresha, për ju kemi riperceptimin e identitetit tuaj, mënyrën se si e shikoni jetën, se si atë çfarë pranoni, më të themi, që të merrni nga bota, dhe për këtë arsye keni ndryshime vërtet shumë të mëdha në jetën tuaj. Janë ndryshime për mirë në përgjithësi, duke qenë se kjo eklipsi anës do të ketë këndë pozitive, pikërisht me Jupiterin, shtot dhe fatin në këtë rast, dhe merrni një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria. Nëse deri në këtë moment shenja e Virgjëreshës ka qenë pak e izoluar, sepse ka pasur shumë probleme dhe mund të kenë qenë pak të lodhur, mund të kenë ndjerë nevojë që të kenë qenë të izoluar, muajin mars do të këshillohet patjetër që të jenë më social. Sepse shoqëria vërtet na ndihmon edhe për të rritur moralin, por po ashtu edhe në disa raste mund të na jap disa ide geniale për të rritur neve, si në karrierë, po ashtu edhe për të kryer burime për të ardhurat materiale. Por kemi Mërkurin në retrograd, që është drejtuesi edhe shenjës së Virgjëreshës, prandaj deri në datën planet i komunikimit, për ta shpjeguar më gjërën. Po, kur është në retrograd, tregon që tek gjitha shenjat. Kjo është edhe një nga arsyet që nuk do të firmosim kontrata, sepse dhe ajo është një formë komunikimi. Japim fjalën pra. Konfirmimi gjithashtu. Kjo është edhe arsye që edhe për shenjën e Virgjëreshës, patjetër deri në datën 22, të gjitha vendimet që marrim duhet t'i rishikojmë edhe një herë. Pas Virgjëreshës do kalojmë tek Peshorja. Shenja e Peshorës, po, deri në datën 6, pra deri këtë të premte, është në një fazë të bukur në të vërtetë, sepse Venusi është i vendosur tek shenja e Peshqve, ka një rritje shumë më të madhe, jeta e tyre e përditshme ka ndryshuar në mënyrë të dukshme, arrin që të shfaqen atë çfarë kanë brenda, ta shfaqen jashtë. Ndërkohë që pas datës 6 do të kemi një fokusim shumë të madh tek marrëdhëniet personale. Në këtë rast, në qoftë se jemi brenda një lidhje, do të këshilloj që të jemi më të balancuar. Duke qenë se këtyre lidhjeve mund të japin rëndësi më të madhe se çfarë duhet, ndërkohë që fokusi kryesor për shenjën e Peshorës gjatë gjithë muajit mars duhet jetë tek karriera e tyre, sepse këtu kemi mundësi shumë më të madhe rritje. Ndërkohë që nëse merrem me vogëlësira, le të themi, brenda lidhjes, normalisht do të ulet morali dhe nuk do të kemi edhe mundësi që të përdorim këtë mundësi që po vinë jetën tonë. Por, pavarësisht të gjitha këtyre, futem në një fazë shumë romantike për ta, dhe krijimin e lidhjeve të reja, detyrimisht do të fillojmë që ta vëmë shumë më tepër, duke filluar nga data 6 e tutit ta ndiejmë vërtet shumë, por edhe për ta do të këshilloje që të presim datën 22. 22, çdo gjë pas datës 22, kalojmë tek Akrepi. Shenja e Akrepit është një ndër shenjat më të favorizuara të muajit mars. Kanë një ndikim vërtet shumë të madh sepse ka një kreativitet vërtet shumë të lartë. Deri në këto momente mund të ketë pasur shumë vështirësi, mund të ketë hequr shumë gjëra nga jeta e tij, ndërkohë që në këto momente ka mundësi që ato vende të mbushim me diçka të re dhe shumë më tepër pozitive. Kemi fuqizimi shumë më tepër të marrëdhënieve sentimentale, sepse ai di shumë më tepër vlerën e tij në këto momente. Komunikimi është vërtet shumë efektiv. Kemi edhe një fat vërtet shumë të madh, sidomos në lidhje me tematikat që deri në këtë moment na ka mbajtur peng, le të themi, si përse përket udhëtimeve, po ashtu dhe në lidhje me trajnimet që dëshiron të bëjnë. Në këto momente për shenjën e Akrepit kemi një rritje kolosale, për këtë arsye sepse gjitha pengesat kanë ikur dhe kemi edhe mundësi të krijimi.
këto momente. Kalojmë tek shigjetarët. Shenja e shigjetarit ka një fat pak a shumë të shpërndar gjatë gjithë muajit, duke qenë se Jupiteri që është drejtuesi i tyre, në datën 11 do të mbarojë retrogradën, pas asaj date vërtet do të futen në rrylëzim, ka mbyllur disa cikle shumë të rëndësishme karmike, më duhet të them, pra problematike, sidomos brenda familjes së tyre. Prandaj dhe, duke filluar nga data 11 e tutit, do fillojnë që të jenë vërtet shumë më tepër optimist në përqasjen ndaj jetës dhe kjo do të shpërblehet në të ardhur materiale vërtet shumë të mirë, sidomos nga bashkëpunimet. Gjithsesi, edhe përsis pas datës 22 duhet firmosim kontratën, por deri në atë datë vërtet që mund të diskutojmë detaje se si duam të zhvillojmë, pak më tepër që shenja e shigjetarit të gjitha pengesat që janë krijuar edhe nga kolegët e tyre ose nga personat të caktuar në lidhje me karrierën, nga ky eklipsi hënës pra që është sot, do të mbarojnë. Do të mbarojnë. Çdo gjë mbaron, por fillon diçka e re, duhet të menduar që të marrim vendime të duhura. Bricjapi? Shenja e Bricjapit, edhe kjo është shumë e favorizuar, është në fazën e rilindjes së tij. Kemi mbaruar një periudhë shumë të gjatë plagështie, prandaj edhe në këto momente përdorim komunikimin ton në mënyrë shumë efikas për të krijuar atë çfarë duam. Pra, komunikimi me të gjithë personat në këtë moment është vërtet shumë pozitiv, pak më tepër që për shenjën e Bricjapit kishim edhe mbarimin, ose më themi sot do të kemi edhe mbarimin në një periudhë ku mund ta kemë mbajtur veten tim mbrapa sepse kanë qenë shumë fanatik. I kanë mbrojtur ideologjitë e tyre me shumë fanatizëm dhe tashmë të gjitha kushtëzimet mbarojnë. Si rrethoj kemi dhe aftësinë që të rritemi, sepse kjo është ajo çfarë na mban mbrapa të vërtet. Dhe kemi edhe mundësi për krijimin e familjeve, po ashtu edhe për të kryer stabilitet ekonomik brenda banesës tonë. Ujori? Shenja e ujorit, ndikime më të rëndësishme gjatë gjithë muajit mars si ka tek të ardhurat materiale. Kemi hyrje shumë të mëdha, të monetare, mirë të themi, por nga një anë duhet jemi shumë të vëmendshëm se ku investojmë, sidomos deri në datën 22 për përsëris. Ndryshe nga të gjitha shenjat e tjera, do të kemi rikthimin të mundësive, mund të marrin edhe borxhet që i kanë dhënë përpara, prandaj dhe kemi shumë më tepër të ardhur materiale, por do t'ju këshilloja që gjatë këtij muaji të mendojmë mirë se ku po investojmë, sepse investimet që po bëjmë tani vërtet që mund t'i marrin edhe një periudhë shumë më të largët. Kjo është edhe arsye që për shenjën e ujorit do të këshilloj që të fokusohemi më tepër tek marrëdhëniet personale, pra investime më tepër ta kanalizojmë tek individët, sidomos marrëdhëniet familjare gjatë gjithë muajit mars janë shumë të favorizuar, edhe pse mund të jenë në disa vende problematike, në të vërtetë do të ndihemi vërtet shumë mirë në këto ambiente dhe për këtë arsye do të kemi edhe mundësi që të jemi të suksesshëm, sepse do të bëhet një moral vërtet shumë i madh. Po, dhe mbyllim me peshqit. Shenja e peshqeve, ndikimi më i rëndësishëm që ka është ky eklipsi hënës, duke qenë se ndodh përballë me ta, kemi ndikime tek marrëdhëniet sentimentale, tek lidhjet me partnerët e tyre, sidomos brenda martesave. Këtu kemi mbarimin në një periudhë ku ndoshta kemi shkaktuar dëme ne vet këtyre marrëdhënieve, prandaj dhe jemi tashmë disi më të vetëdijshëm. Por, duke qenë se do të kemi kalimin e Marsit, ose patëm kalimin e Marsit në datën 2, pra ditën e hënë, kjo do të thotë që jemi shumë impulsiv në këto momente, sidomos për gjërat që na kanë lodhur. Kjo është edhe si në lidhje me martesat, po ashtu edhe në lidhje me karrierën, po ashtu edhe në marrëdhënie familjare. Kjo është për këtë arsye do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm se si reagojmë. Kjo është vetëm një kusht. Përveç kësaj, kemi fat vërtet shumë të madh. Është shenja më me fat, një ndër shenjat më me fat. Problemi vetëm është ishte më qenë më me fat, por problemi është se vërtet mund të bëhen shumë impulsiv dhe ti vjen pak a shumë fatit të tyre me shken në këtë moment. Kështu që kujdes. E para theksuam deri në datën 22 asnjë vendim, asnjë firmosje, prisni edhe pak sepse janë edhe ditë të bukura, shijoni pa marrë këto vendime, të reflektoni për të nisur siç duhet vitin astrologjik, sepse fillon vërtet pas datës 20. Faleminderit Denisa, në fakt duke patur parasysh kërkesat e shumta që kanë njerëzit në ditët e sotme për horoskopin e tyre për këto vendime, gjithmonë ka kuriozitet dhe le themi kjo vjet re më së shumti edhe në profesionin tuaj ku keni kontakte të cilat janë të herpasershme, për çfarë pyesin më shumë njerëzit? Për çfarë të kërkojnë më shumë informacion ose informacionet më tepër janë, duke qenë se unë në përgjithësi fokusohem shumë te shëndeti, personat pyesin shumë për shëndetin e tyre. Pyesin për karrierën, për profesionet e tyre ose për punën e tyre dhe për çështje sentimentale. Në përgjithësi këto janë tre temat më të rëndësishme. Dhe do të themi shikuesve, varet nga periudha dhe nëse shikuesit që na kanë ndjekur kanë një pyetje rreth shenjës së tyre për të marrë më tepër informacion, mund ta gjejnë Denisën në Instagramin e saj me emrin Denisa Shyle. Aty ka edhe numrin e telefonit, kështu që mund të flisni drejt për së drejti. Kështu që mund ta kontaktoni për çdo pyetje që keni. Faleminderit shumë e dashur. Faleminderit për bisedën. Ndërkohë ka publicitet, do të rikthehem në një bisedë të regjistruar më parë me Amadea Stefa.